Dhe vleni përballë kësaj situate është dobësuar apo është më i fortë sot? Nuk kam ndonjë shumaqe kredibile, por realisht duke marrë parasysh kaluarën e partive politike shqiptare këtu, të gjitha ata që kanë marrë pjesë në qeveri, që kanë qenë pjesë e pushtetit, kanë arritur që të rrisin mbështetjen e tyre te qytetarët. Dhe rrjedhimisht besoj se edhe Vlen ka arritur ta bëjë. Kjo parti është faktikisht ishte një koalicion herë dhe tani ka disa muaj që është bërë një subjekt i përbashkët, edhe pse nuk është regjistruar në regjistrin qendror mbesi i tillë, por që funksionon në organet e një partie politike dhe si e tillë ka gjasa që të ketë shënuar në rritje. Ajo që kanë treguar disa anketa së fundmi është se ka diku një poshtë lartë plus minus 1% një barazim të mbështetjes ndaj dy bloqe ose dy partive. Andaj edhe mendoj se një blok i tretë ose një parti e tretë të shqiptarët mund të bëj diferencën për ata se kush është legjitime të përfaqësoj ato në qeveri. Dhe tani, se është i rëndësishëm legitimiteti të shqiptarët, por edhe për vetë Maqedoninë e Veriut, është për shkak se ky legitimitet pastaj pasqyrohet ose reflektohet në parlament si shumica badimtare. Pra në Maqedoninë e Veriut kemi 4 shumica, por shumica e thjeshtë, shumica absolute, shumica e dyfish që është e kualifikuar dhe shumica e badimtarit që nënkupton shumicën e deputetëve jo maqedonas në parlament. Dhe tash Vlen nuk e ka, pra nga 2024 nuk e ka këtë shumicë dhe si rrjedhoi shumë ligje dhe reforma të kësaj qeverie nuk janë votuar për shkak se Bashkimi Demokratik për Integrim dhe Lidhja Shqiptare e Zotit Sela, po edhe Alianca për Shqiptarët kanë refuzuar që t'i votojnë këto ligje. Dhe rrjedhimisht kemi një situatë ku vëmëror dhe pëmëne ka pushtet për ligje që kërkojnë një shumicë absolute pra 61 vota, por nuk ka pushtet kur bëhet fjalë për ligje që kërkojnë për vetë 61 votave edhe pjesën më të madhe të deputetëve Maqedonës. Dhe në këtë rast mendoj se ka krijuar kjo mungesë ka krijuar një blokadë të cilën e vëren këtë qeveri dhe në zgjedhjet e ardhshme, mendoj nëse janë të prakoshme, besoj se vëmëror do përmëne nga aspekti pragmatik do të zgjedh të negocioj për të bërë qeverinë e ardhshme, partinë që ka shumicën e deputetëve të shqiptarët, për shkak se në atë mënyrë do të sigurojë edhe shumicën e badimtarit të nevojshme për kalimin e disa ligjeve që prekin edhe bashkësitë tjera etnike përveç Maqedonisë. Qoftë kjo edhe BDI-ja? Po, tash nuk është korekte që... Pra nuk do ketë një lloj preference, do ketë thjesht kush ka shumicën e dur, shumica na duhet për të arritur qëllimet tona. Pikërisht. Vëmëror do pëmëne edhe në 2006 bëri një koalicion preferencial, jo një koalicion që udhëhiqet nga pragmatizmi politik. Në atë periudhë midis BDI-s dhe PDSH-s zgjodhi të koalicionojë me PDSH-n për shkak të afërsisë ideologjike. Të dyja partitë janë të djathta dhe të dyja partitë kishin një lloj partneriteti strategjik të qeverisjes që nga 1998 deri në 2002. Të njëjtën gjë bëri edhe Mickovski në 2024, por është një formulë e njëjtë që prodhon krizat njëjta. Pra, nuk është çështja se cilat parti do të jetë në qeveri, por është çështja e respektimit vullnetit politik të votuesit shqiptar. Dhe ky vullnet politik pastaj përkthehet edhe në mandate në parlament, mandate që përbëjnë atë shumicë të badimtarit. Dhe se qeveria i ka të gjitha shumicat, por nuk e ka shumicën e badimtarit, ajo qeveri dhe të ketë problem në raportet ndëretnike këtu, në raport me sidomos me shqiptarët. Andaj edhe besoj se pas zgjedhjeve parakohshme vëmëror do përmëne do të jetë pragmatike. Pra do të ofroj qeverisje me partinë që
ka fituar më shumë deputet. Dhe tani cilat do të jetë ajo është çështje që do të vendosin natyrisht votuesit.